kryeministri ka nisur të tras partit politike të minoriteteve për bërjen e qeverisë. Rradha do ju vije edhe partive shqiptare. A do i shkoj Ramush Haradinaj Albin Kurti në takim? Që që me thonë drejten, edhe a bërë qeverim Albin Kurti? Ju e dini që ne jemi parti shtetëformuese. Sot e kemi takimin në ora 17, edhe në takim vendoset do të takohet kryesia sot. Po kryesia sot takohet në ora 17, kemi takim, jem ftuar kryetarët e komunave dhe anëtarët e kryesisë. Aty vendosëm, se parti vendoset me një kryesi, nuk vendosëm në kryesi edhe ngritë dora, por me vendosëm. Jo në varete, a vendosëm, a nuk vendosëm. Tash nuk me ditën pas këmë A do tjetër anë dite e kësaj mbledhje edhe e takimet e mundshme me Kurtin? Mi o thonë të drejtën, nuk e kom marrë randin e ditës, po e kom marrë si mesazh, jem ftuar sot në ora 17 në selinë e partisë, kemi takim zyrtar. Temat nuk i di. Në rast se vota jote do t'ishte vendimtare brenda kryesisë, në rast se do votohej me dorë të hapur, me votim të hapur. A do ishe për një qeverie mes Kurtit dhe Haradinaj, këtë rast mes AK-s dhe vetëvendosjes? Nga përvoja jote që ke pasur këtë 4 vite me Ministrin e Financa, për shembull. Po, arajnë e ditës nuk kisha mujtë me thonë, me mendu për para, për çdo qoftë sot vendosëm edhe besoj që i marrin informatat mas orës 18 çdo sa që kanë vendoset kryesia, ashtu do na vendosim. Nuk më me dali pari tash, thonë më prikse punës kur do të më marr vendimin e gjithëve. Partneri juaj i koalicion është deklaruar. Na kem drejt, mendimin është i lirë në demokraci, kem drejt çka dojmë me menduar, me thonë, kanë era muj më smja qellu, kanë era qellojmë, po mendimi është i lirë dhe s'më na kërkush mendimin tonë. Presim dhe shohim se çka do të ndodhë në këtë mbledhje të kryesisë së Aleancës, edhe shohim se cila do të jetë çësia e kësaj përkat takimeve të mundshme me kryeministrin aktual Kurti. Zymare, faleminderit shumë që ishe shumë i hapur, po ashtu edhe për pyetjet politike, edhe pse jo shumë i drejt për drejt, por faleminderit. Kisha të gjakonë në kryetar ose sekretar, kisha mujtë me nëni qëndrën pak më ndryshe, po derisa jam antar i kryesisë, nuk është mirë me dalë për para me dhënë disa mendime, po unë po folim në mënyrë kështu pa politikë, është mirë me pas qeveri, pa dallim kush e bën qeveri, nuk ka mirë me pasë në ndërprerje, pasi që kemi një vetë problematike dhe një mirë, është të kriju një rend i ri botnor, kështu që nuk ka më rëndësi partit politike, po është më rëndësi shteti. Ju kemë borgjë dhe njerë për thamë njerëzit që kanë luftu dhe që kanë punu për këtë vend, për më konë atë lirë që të më punu, kështu të në pasë shumë kujdes, pasi që ju e dini mirë që 100 vjetë njerë vendosë. Kështu që kisha pas dëshirë mësë përbo gabime dhe mes për para, edhe kisha pas dëshirë problemet që mi ka lanë baba dhe babgjysh që nuk jam interesu me lanë të fëmijëve të mi. Kur të famë kështu, do të më ditë që po folin përgjësi për gjithë. Duket Zoti Muharrem ai veç po bëj ka gati edhe për një mandat tjetër. Po besoj që po. Edhe për mandatin tjetër, vendosë, edhe njerë po thamë, kemi disa organet partisë që vendosin, se do të qoftë kemi edhe kryesin në Suarek partisë, kemi qëllin drejtus, janë organet më të lartë ata vendosin. Pa je i gatshëm edhe për një mandat? Jam i gatshëm, po nuk varet kjo për me, edhe njerë po thamë varet për organet të partisë.